Cili është mesazhi kryesor I Islamit? Islami në fakt ka një mesazh të vetëm. Të jap vlerë njeriu atë që e meriton. Ti tregoj njeriu se kush është dhe pse ka krijuar Zoti I gjithësisë. Këtë njeri nuk e ka krijuar Zoti thjesht për të ardhur në këtë botë, të jetojë dhe të ikë pa lënë gjurmë, por e ka krijuar me mendjen, shpirtin, zemrën e tij, trupin e tij, me identitetin e tij, komsinë e tij, në mënyrë që ai të jetë një vlerë dhe pasi të kaloj në botën tjetër, ai të ketë lënë gjurmët e tij. Sepse Zoti në Kur'an thot, ne do të pyesim edhe për gjurmët që keni lënë. Pra, nuk jemi thjesht një njeri arditi, erdhi, jetoi, iku dhe u kujtua apo nuk u kujtua. Jo, dhe gjurmët që ka lënë. Pra, çfarë kemi bërë ne për këtë shoqëri? Është shumë e rëndësishme. Sjelljet tona, fjalët tona, familjet tona. Islami na tregon se si duhet të jemi në jetën e përditshme. Nuk na thot predikoni, thot jetojeni dhe të tjerë të marrin shembull tek ju. Pra, nëse ne jemi shembull, atëherë nuk ka shumë nevojë të flasim tek të tjerët se çfarë duhet të bëjnë.